Parlamenti i Kosovës vendosi dërgojë një notë proteste Slovenisë lidhur me ndalimin e një dite më parë të ish kryeministrit dhe kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajt, në Ljubljanë. Kemi 73 deputet cilët kanë votuar, 65 janë për, 8 kanë abstenuar, asnjë nuk është kundër. Por cili është teksti i kësaj rezolute? E para, qeveria dhe presidentja e Kosovës urgjentisht të kërkojnë nga autoritetet slovene që deputetit të kuvendit të Kosovës, ish kryeministrit të qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tani deputet i kuvendit të Kosovës, zotit Ramush Haradinaj, pa asnjë kusht dhe menjëherë t'i kthehet pasaportat diplomatike dhe t'i lejohet kthimin në Kosovë. Në 2. Qeveria e Kosovës të kërkoj urgjentisht nga Brukseli pas pastrimin e menjëhershëm të listave, respektivisht të flet arrestimeve të lëshuara nga Serbia për ish ushtarët e UÇK-s. Dhe në 3, drejtimin i notës së protestës shtetit sloven nga institucionet e Kosovës. Rezoluta është miratuar pavarësisht deklaratës së kryeministrit Mustafa, i cili gjatë seancës ka theksuar se nuk duhet të ketë notë proteste, por çështja e flet arresteve duhet të zgjidhet në Bruksel. Unë kam biseduar me kryeministrin e Slovenisë, me zotin Cerar për këtë çështje. Ai ka shpjeguar situatën cilën janë ndodhur organet ligjore slovene dhe përpjekjet e tyre që të ndërmarrin gjitha masat që kjo çështje të zgjidhet. Ndërkohë ministri i jashtëm Thaçi ka theksuar se problemi është në Beograd dhe jo në Prishtinë. Ne nuk kemi problem me vende veç e veç. Ne tash nuk mund të alinqojmë raportin ton me Hungarit, me Slovenin, apo edhe me ndonjë vend tjetër me Rumanin. Nuk është problemi bilateral në këtë rast, është direkt me Interpolin.